Nëse po e shikon këtë video tani, nuk është rastësi. Ndoshta po vua në heshtje dhe askush nuk e kupton çfarë po kalon, por ka shenja të qarta që Zoti po përpiqet të flasë me ty. Qëndro deri në fund, sepse shenja e fundit është ajo që shumica e njerëzve e injorojnë. Le ta kuptojmë së bashku cilat janë këto shenja dhe pse po shfaqen tani në jetën tënde. Ka momente në jetë kur gjithçka duket sikur po shpërbëhet. Dyert mbyllen pa paralajmërim, planet dështojnë, njerëzit largohen, dhe ti fillon të pyesësh veten, pse po më ndodh kjo mua? Por çfarë nëse kjo nuk është fundi, por fillimi? Shumë herë, para se Zoti të çojë në një nivel të ri, ai lejon që toka nën këmbët e tua të lëkundet. Jo për të të rrëzuar, por për të shkëputur nga ajo që nuk është më pjesë e destinacionit tënd. Kur përgatitja është e madhe, procesi nuk është i lehtë. Ndoshta ajo që po përjeton tani nuk është humbje, ndoshta është pastrim, ndoshta është riformësim, sepse para çdo ngritjeje të madhe ka një periudhë të padukshme ndërtimi. Dhe kjo është shenja e parë. Kur gjithçka duket e paqëndrueshme, Zoti mund të jetë duke rindërtuar themelet e tua për diçka shumë më të madhe. Mos u largo. Në pjesën tjetër do të zbulojmë shenjën e dytë, dhe ajo mund të shpjegojë konfuzionin që po ndjen tani. Ke vënë re se kohët e fundit disa njerëz janë distancuar nga ti? Bisedat nuk janë më si më parë, disa heshtin, disa zhduken pa shpjegim. Dhe kjo të dhemb, sepse ti nuk e kupton çfarë ndryshoi. Por ja e vërteta që shumë pak e pranojnë. Kur Zoti po të përgatit për diçka më të madhe, ai fillon të pastrojë rrethin tënd. Jo çdo person që ka hyrë në jetën tënde është i destinuar të shoqërojë në nivelin tjetër. Disa ishin pjesë e një sezoni, disa ishin mësime, disa ishin prova. Ndërsa ti rritesh shpirtërisht, energjia jote ndryshon, dhe jo të gjithë janë të rehatshëm me versionin tënd të ri. Kjo është shenja e dytë. Kur ndihesh vetëm papritur, mund të mos jetë braktisje, por seleksionim hyjnor. Mos u frikso nga boshllëku, sepse hapësira që po krijohet tani do të mbushet me njerëz që janë në përputhje me thirrjen tënde të re. Në pjesën tjetër, do të flasim për një ndjenjë të çuditshme që nuk të lë të qetë, dhe pse ajo është më e rëndësishme se sa mendon. Po vazhdojmë. Tani hym më thellë në dimensionin e brendshëm. Pjesa 3. Ndjenja që nuk shpjegohet. Kohët e fundit, ndoshta ke një ndjenjë të çuditshme brenda teje. Nuk është frikë, nuk është gëzim, është diçka mes të dyjave, një lloj pritjeje, një tension i qetë, sikur diçka po afrohet, por ende nuk ka marrë formë. Ti përpiqesh ta injorosh, por ajo rikthehet. Kjo nuk është rastësi. Kur Zoti po të përgatit për diçka të madhe, shpirti yt fillon ta ndijë para se mendja ta kuptojë. Është si një alarm i heshtur shpirtëror, një sinjal i brendshëm që të thotë, bëhu gati. Shpesh, para një ndryshimi të madh, ndjejmë shqetësim pa arsye të dukshme, sepse po dalim nga zona e vjetër, por ende nuk kemi hyrë në terren. Kjo është shenja e tretë. Kur ndjen një lëvizje të brendshme pa shpjegim, mund të jetë fryma e ndryshimit që po afrohet. Mos e shtyp atë ndjenjë, dëgjoje. Ajo është më e saktë se sa frikërat e tua. Në pjesën tjetër, do të zbulojmë pse sfidat janë intensifikuar papritur dhe çfarë do të thotë kjo. A ke vënë re se sa po vendos të ndryshosh diçka në jetën tënde, gjithçka bëhet më e vështirë. Problemet shtohen, pengesat shfaqen papritur, dyshimet rriten. Është sikur universi po të teston. Por ja një të vërtet që pak njerëz e kuptojnë. Rezistenca rritet kur je afër një ngritjeje. Kur Zoti po të përgatit për diçka të madhe, forca jote duhet të forcohet, karakteri yt duhet të thellohet, besimi yt duhet të kalojë përmes zjarrit. Ashtu si ari pastrohet në temperaturë të lartë, edhe ti po kalon nëpër një proces rafinimi. Kjo është shenja e katërt. Kur sfidat intensifikohen pa paralajmërim, mund të jesh më afër bekimit se sa mendon. Mos e interpreto presionin si ndëshkim. Shpesh është përgatitje, sepse versioni i ri i jetës tënde kërkon një version më të fortë të teje. Në pjesën tjetër, do të flasim për një ndryshim të brendshëm që po ndodh ngadalë, por është vendimtar. Pa e kuptuar plotësisht, ti nuk je më i njëjti person. Gjërat që dikur të tërhiqnin, tani nuk të emocionojnë më. Bisedat e zbrazta të lodhin, ambicjet e vjetra nuk të ndezin si më parë.
dhe kjo mund të friksoj. Sepse kur identiteti fillon të ndryshoj, mendja kërkon sigurinë të kaluarën, por shpirti yt po kërkon diçka më të thellë. Kur Zoti po të përgatit për diçka të madhe, ai fillon nga brenda. Ai ndryshon mënyrën si mendon, si ndihen, si reagon. Nuk është thjesht një ndryshim rrethanash, është një rindërtim i karakterit. Kjo është shenja e pestë. Kur brenda teje po lind një version më i pjekur, më i qetë dhe më i vetëdijshëm, përgatitja ka filluar. Mos u kap pas versionit të vjetër të vetes. Ai të çojë deri këtu, por nuk është i destinuar të çojë më tej. Në pjesën tjetër do të zbulojmë pse disa dyer po mbyllen pa mëshirë dhe pse kjo është një bekim i fshehur. Ka djerë që u përpoqe ti hapje me gjithë forcën tënde. U lute. U përpoqe. Investove kohë, energji, shpresë. Dhe megjithatë, ato u mbyllën. Disa u mbyllën pa pritur. Të tjera u mbyllën me dhimbje. Dhe ti pyete. Pse? Por kur Zoti po të përgatit për diçka më të madhe, ai nuk lejon që ti të hysh në vende që do të kufizonin në rritjen tënde. Jo çdo mundësi është destinacion. Jo çdo ofertë është thirrje. Ndonjëherë, një derë e mbyllur është mbrojtje. Ndonjëherë është ridrejtim. Kjo është shenja e 6. Kur një derë mbyllet pavarësisht përpjekjes sate, mund të jetë Zoti që po të orienton drejt një dere më të madhe. Mos e ngatro refuzimin me humbjen. Shpesh është zgjedhje hynone. Në pjesën tjetër, do të flasim për një qetësi të çuditshme që vjen mes kaosit, dhe pse ajo është shenjë force. Rreth teje mund të ketë konfuzion, situata të paqarta, vendime të vështira, zëra që të shtyjnë në drejtime të ndryshme. Por brenda teje ka një qetësi të çuditshme. Nuk do të thotë që nuk ndihen presion, por thellë brenda, diçka nuk po panikon. Kjo qetësi nuk është dobësi, është forcë që po formohet. Kur Zoti po të përgatit për diçka të madhe, ai nuk heq me njëherë stuhin. Ai të mëson të qëndrosh i palëkundur brenda saj. Dhe kjo është shenja e 7. Kur ti mbetesh i qetë në situata që dikur do të thyenin, do të thotë që je rritur më shumë se sa mendon. Stuhia nuk është më për të friksuar, është për të zbuluar sa i fort je bërë. Në pjesën tjetër, do të flasim për një intuit që po bëhet më e mprehtë, dhe pse ajo është udhëzim i fshehur. Po vazhdojmë. Tani po afrohemi te shenjat më të padukshme, por më të fuqishme. Pjesa 8. Intuita që po bëhet më e mprehtë. Ke filluar të ndihesh gjëra para se të ndodhin. Njerëz që dikur të dukeshin të besueshëm, tani i lexon ndryshe. Situata që duken të mira në sipërfaqe, diçka brenda teje të thotë të presësh. Kjo nuk është rastësi. Kur Zoti po të përgatit për diçka të madhe, ai mpreh perceptimin tënd. Ai të mëson të dëgjosh jo vetëm fjalët, por energjinë. Jo vetëm premtimet, por qëllimet. Intuita është një formë udhëzimi që nuk bërtet. Ajo flet but, por është e saktë. Dhe kjo është shenja e 8. Kur ndjeshmëria jote shpirtërore rritet, do të thotë që po përgatiteshe për përgjegjësi më të madhe. Sepse niveli tjetër i jetës tënde kërkon zgjedhje më të mençura. Në pjesën tjetër, do të zbulojmë pse disa ëndra po bëhen më të gjalla dhe çfarë paralajmërojnë ato. A ke vënë re se ëndrat e tua janë bërë më të gjalla, më intensive, më simbolike, ndonjëherë eve të çuditshme? Zgjohesh me një ndjesi që nuk largohet lehtë, sikur diçka po përpiqet të tregojë diçka. Kur Zoti po të përgatit për diçka të madhe, mesazhet nuk vijnë gjithmonë në mënyrë të drejtë për drejtë. Ndonjëherë ato kalojnë përmes nënvetëdijes, përmes simboleve, përmes imazheve që mendja jote nuk i krijon rastësisht. Ëndrat shpesh zbulojnë frikëra që duhet të lësh pas, ose vizionin që duhet të përqafosh. Kjo është shenja e 9. Kur ëndrat fillojnë të përsëriten, ose të kenë mesazhe të forta emocionale, mund të jesh në prag të një ndryshimi të madh. Mos i injoro. Shkruaj. Reflekto mbi to.
sepse ndonjëherë udhëzimi vjen kur bota e jashtë me hesht. Në pjesën e fundit do të zbulojmë shenjën që shumica e njerëzve e humbasin, dhe ajo është më e rëndësishmja nga të gjitha. Shenja më e madhe nuk është një mrekulli e dukshme. Nuk është një zë nga qielli. Nuk është një ngjarje dramatike. Është një vendim i vogël që po formohet brenda teje. Një moment kur ti mendon, unë nuk dua të jetoj më si më parë. Unë dua më shumë. Unë jam gati për diçka ndryshe. Ky vendim i heshtur është fillimi i transformimit. Kur Zoti po të përgatit për diçka të madhe, ai nuk ndryshon vetëm rrethanat, ai ndryshon gatishmërinë tënde. Dhe kjo është shenja e 10, më e rëndësishmja. Kur ti ndjen brenda teje një gatishmëri për të hedhur hapin, edhe pa parë ende rezultatin, do të thotë që përgatitja ka përfunduar. Sepse Zoti hap derën, por ti duhet të ecësh. Nëse e ndjen këtë tani, ndoshta kjo video nuk ishte rastësi. Ndoshta është momenti yt.